që kësë zotëri Gucati. Kjo është një ditë festash për shqiptarët kudo që ndodhen, është një ditë e shenjtë për neve dhe prandaj qytetarët nga të gjitha trevat, përfshirën nga Mërgata, vinë edhe festojnë këtu në Prekozin e Lavdishëm, një ndër vendet më të shenjta që ka trevat shqiptare. Prandaj qofshim të bashkuar gjithmonë. Ju urojmë festat e nëntorit, 4 festat të cilat janë këtë muaj, festa vitit 1444 ngjitja e flamurit në Kryj nga Skënderbeu, shpallja e pavarësisë së Shqipërisë në vitin 1912, datëlindja e komandantit legjendar Adem Jasharit me 1955 dhe dalja në skenë e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Ne edhe një herë ju urojmë gjithë qytetarët të Kosovës, familje dëshmorëve, invalidëve dhe veteranëve këtu festat e nëntorit. Këtu festa ne e dimë që janë të mangët, për arsye se ne i kemi krerët e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Në Hag, padrejtisht këtu duke mbajtur atje, nga një gjykatë, si ja ka vlet disa gjykatë, po ja që na ndodhi kjo neve dhe ne shpresojmë dhe besojmë se në vitin e ardhshëm do t'i presim këtu festa bashkërisht me ta.